Me 14 tetor të vitit 1929, u nda nga jeta rilindasi, etnologu, shkrimtari, arkeologu dhe kleriku Atë Shtjefen Gjeqovi. Pas përfundimit të Kolegjit Franceskan në Troshan në vitin 1888, ai vazhdoi studimet në Kroaci. Në vitin 1896 u dorëzua Prift dhe me pas shërbeu në Theth, Pej e zonat e tjera. Atë Shtjefen Gjeqovi dha një kontribut të çmuar në mbledhjen e gojdhenave dhe hartimin e disa monografive shkencore. Përveç kësaj, ai përktheu edhe disa vepra të rëndësishme të letërsisë botërore. Ndihmëse më të madhe e dha në fushën e etnologjisë me veprën monumentale Kanoni i Lekdugaxhinit. Për përgatitjen e saj, mblodhi rregullat nga goja e popullit në të gjitha trevat veriore ku kishte shërbyer si prift dhe i përpunoi në një përmbledhje që fillimisht u botua në revistën Hylli i Dritës. Atë Shtjefen Gjeqovi punoi edhe si mësues për përhapjen e gjuhës shqipe, për shkak të veprimtarisë së tij patriotike dhe në shërbim të qeshtjes kombëtare. Me 14 tetor të vitit 1929 u vrani një pritje e organizuar nga personat e pa identifikuar në shërbim të pushtetit jugosllav.